gjanave cilë ndështa qarkullojnë, kështu si fjali që na kanë betë për të kalumës, djemë të janisin me folë pak ma vone, gjana tila, sa besojmë halane gjana si kjo? Ka pyetje të tila, zakonisht edhe këto din me qenë edhe si mekanizma me ngushlu prindi vetën, nëse fëmija për shambull mas moshës 2 vjeç nuk fillon me komuniku ende, zakonisht tojnë qikat flasin ma shpejt, ose djemt flasin më vonë. Mirë po shkenca nuk e thot, do më thonë, një fakt të tillë. Si pas studimeve, fëmijët të cilët për shambull zhvillojnë aftësitë motorike, fillojnë me ecë më herët, ata mundën pak më vonë me komuniku, ose ata të cilët komunikojnë më herët, fillojnë, do më thonë, me zhvillu pak më vonë shkatësitë motorike. Mirë po nuk ka dallime gjinore në aspektin e zhvillimit të gjuhës dhe komunikimit tek fëmijët. Kështu që momentin që fëmija ka mbush moshën 2 vjeç edhe nuk ka fillu ende me komuniku, pas moshës 2 vjeç e gjysmë dhe tutje, fëmija duhet me fillu me zhvillu, me zgjeru komunikimin, me formulu fjali tutje dhe me komuniku ma qartë me prindin. Atëherë mundet me qenë... Mundona shumë me i kap disa tema cilat po besoj janë shumë atë rëndësishme dhe ma të nevojshme për me diskutu që me përqu mesazhe dhe tek audienca, le të flasim pak sa i përket teknologjisë. Më thaj që është shumë e nevojshme bashkëkomunikimi me njerëz në këtë rast të fëmijës, me familjar, me shoqëri, kush dhe qofshin ata. Mirë po nëse ndalim tek kjo periudhë e teknologjisë që po jetojmë momentalisht, ndoshta komunikimin e vetëm që shumica prej fëmijëve e kanë në ditët e sotme është padyshim telefoni, edhe po kemi kështu po mdokut një farë ndryshimi sa i përket viteve paraprake, kur njerëzit ndoshta kanë qenë shumë atë lidhur me njëri tjetrin, kanë komuniku, ka pas ma shumë biseda ndoshta që kanë mujt me zgjeru sa i përket kësaj. Pikrisht kjo pjesa ndoshta ngarkesa, sfidat e prindërve, do më thonë gjitha këto po e bëjnë që ata mi mësu fëmijët qysh prej moshës së hershme me u ekspozu para ekraneve, telefonave, tableteve, apo para mjetëve të teknologjisë, ku ka ndodhur që ka ardhur prindër dhe ka thonë, ka qenë mosha 6-12 muaj ose 0-6 muaj, e kum lënë telefon. Okej, kum pyet cila ka qenë kozgjatja që ndrimi telefon, valla se di sa ka dashur. Do më thonë, sipas studimeve, këtë nuk e them unë, shkenca e thotë që fëmijët moshës 0-3 vjeç nuk duhet asesi mu ekspozu para ekraneve.